E profeti alayhi salatu wasalam thot, agjerimi ditës Arafatit, kush agjeron ditën e Arafatit, çka shpërblimi ka? Se shikoni, çdo punë që ne e bëjmë është i shpërblim të Allahu subhanahu xhella xhelalu, shpërblehesh. Nuk ka punë që muslimani, që njeriu e bën për hir të Zotit madh xhella xhelalu mos shpërblehet. Çdo punë shpërblehet te Allahu subhanahu xhella xhelalu. Shpërblimi i agjerimit të ditës Arafatit kush është? Shpërblimi i ditës Arafatit, thot profeti alayhi salatu wassalam, falen 2 vjet gjunahe. Gjunahet e vitit kaluam dhe gjunahet e vitit të ardhshëm nëse Zoti na ka dhënë jetën. Kjo çka do të thotë që sado ti përpiqesh mos bësh gjunahe, bjen prehe gjunahet. Tani imagjino ti viti që ka kalu, sa gjunahe janë regjistruar. Sa gjunahe kemi bë? Ato gjunahe që ne i dim, po ka gjunahe që si dim, sepse ka punë që ne bëjmë gjunahe dhe kujton se që nuk janë gjunahe dhe faktikisht shkruhet si gjuna. Prandaj mundësi është që me agjeru ditën e Arafatit, kjo është për jo haxhit. Pra ato që janë haxh nuk agjerojnë. Ne që si jemi në haxh, është mirë me agjeru. E profeti alayhi salam